Po është e qartë sepse ne gjatë kësaj kohe për asnjë moment të vetëm nuk kemi parë një ndryshim të qëndrimeve nga ana e opozitës. Gjithsesi kemi parë vullnet të theksuar apo mungesë të theksuar të vullnetit për të kontribuar në konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në këto rrethana vlerësoj që qëndrojnë edhe ato çfarë ne kemi thënë në vazhdimsi, që kjo është sjellje e papërgjithshme politike, por po ashtu është shkelje e Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe gjykimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Besojmë fuqishëm që është e rëndësishme që secili deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës të jetë i përgjithshëm raport me përgjithësitë që ka, pra të votoj për, kundër apo abstenim. Në asnjë moment ne nuk kemi kërkuar që deputetët e opozitës të votojnë për komisionin. Sot ishte hera 26 prej 1 maji, pra prej kur është vendosur ky komision në votim, dhe 26 herë ne kemi parë opozitën teksa ka ardhur në Kuvendin e Kosovës dhe nuk ka bërë asgjë. Pra që kuptim ka të vinë kuvend dhe të mos bëjnë asgjë. Pra unë këtë sjellje nuk e kam të qartë, përveç se deklaroj që është veprim i papërgjithshëm politik dhe juridikisht është shkelje kushtetuese. Nga PDK po thonë se jeni duke mbajtur pemë njëse vetëvendosje gjithë kuvendit, por edhe shtetit. Qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje është i qartë. Kuvendi i Republikës së Kosovës duhet të konstituohet. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që pastaj të vazhdojmë me procedura tjera për votimin e qeverisë së re. Në këtë drejtim që nga 15 prilli, kur dhe është thirrë seanca e parë konstituive nga presidenti Osmani, ne kemi dhënë votën për gjithçka çka është ka qenë në rendite në seancën konstituive. Pra edhe për votimin e raportit për mandatet e deputetëve, ju dini që 2 herë radhazi deputetët e opozitës nuk e votuan këtë raport, pra duke shprehur mungesën e vullnetit për të kontribuar në konstituimin e kuvendit, pastaj u bindën, ndryshuan qëndrimin dhe kanë bërë mirë që kanë ndryshuar qëndrimin sepse ishte sjellje e pakuptim që të refuzojnë mandatet e tyre. Pastaj vazhduam me betimin e deputetëve, pastaj me propozimin e kryetarit të kuvendit. Nëse ne nuk do ta bënim propozimin për kryetar të kuvendit, kjo do të quajë bllokim. Kjo do të quajë mbajtje peng e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Por ne jemi në të drejtën tonë kushtetuese, vetëvendosja ka propozuar emrin e kryetarit të kuvendit, nuk i përket partive tjera politike që t'i tregojnë njëra tjetrës se kush duhet jetë në këto pozicione. As të kryetarit të kuvendit, as në kryetarët të kuvendit, ne thrasim opozitën që të reflektojnë. Qytetarët e Republikës së Kosovës me drejt presin që të konstituohet kuvendi, qëndrimi jonë është i qartë, por edhe një herë duhet ta themi që ndonse ne jemi për konstituim kuvendit dhe votimin e qeverisë së re, nëse ka mungesë të vullnetit për ta bërë këtë, nëse ka një refuzim a priori, si me thënë, të zgjedhjeve, rezultatit të zgjedhjeve të nëntë shkurtit, atëherë vendi duhet shkojnë në zgjedhje, sepse nuk mund vazhdojmë më gjatë kështu, mirë po edhe për këtë, siç e dini, duhet konstituimi i kuvendit, duhet marrëveshje për ta bërë këtë dhe pastaj shpërndarja e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Zonja Xhio, a jeni duke pritur vendimin e gjykatës kushtetuese pasi është një akt se të gjitha palët janë duke u friksuar për të bërë hapat e tjera? Gjykata kushtetuese është vënuar. Do duhet ta themi hapur, sepse nuk ka kuptim që një çështje kaq e thjeshtë, është tetë e thjeshtë, sepse Aleanca bashkë me LDK-n dhe PDK-n, pra disa deputet të PDK-s dhe LDK-s, me shkresën që ne kemi parë, lëndën që ne kemi parë, e kanë kontestuar komisionin për votimin e fshehtë. Dhe tash çështja është shumë e thjeshtë. Ose gjykata e merr e bën të pranueshme këtë lëndë e trajton nëse kryesësuesi i seancës ka pasur drejt për komisionin për votimin e fshehtë. Ne besojmë fuqishëm që ka pasur të drejtë, sepse aktgjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 jep mënyra të ndryshme për votim, pra të hapur, të mbyllur, apo ndonjë rrethon tjetër përmendet për, kundër, pastaj dhe abstenim. Dhe letra e presidentës, siç e keni parë, thotë që deputetët duhet të gjejnë mënyra për ta konstituar kuvendin, pra është në linjë me të dyja këto. Ose ta shpallë të papranueshme, pra. Gjykata kushtetuese duhet t'i bëjë këto. Duke pasur parasysh praktikat, unë e kam thënë që duke mos pasur një objekt, gjykata mund ta shpallë të papranueshme këtë lëndë, sepse duhet kishte një vendim të kuvendit për këtë.
Mirë po presim vendimin e gjykatës, por nuk është në rregull që është vonuar kaq shumë, sepse ne jemi në javën e 5 prej kur kjo është dërguar në gjykatën kushtetuese dhe ende nuk kemi një vendim nga A gjykata. prisni se mund të jenë javën e ardhshme ky vendim pasi është vonuar, si thonë ju? Sot, do të thonë është e rëndësishme që sot, nesër, sa më shpejt që është e mundur duhet ta kemi vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse është e rëndësishme që të vazhdojmë tutje, nëse partitë politike po presin vendimin e gjykatës kushtetuese, atëherë ne duhet ta kemi atë sa më parë.